Përshëndetje për të gjithë. Kom ja fillue me I postue disa pjesë të shkurta që e kom tregue se si Mitrovica e Isaboljetinit është shliruar nga strukturat paralele serbe. Atëhere, ja u postoj pjesën e parë. Pastaj kom ja u postu pjesë që me kuptue jo njëherë e mirë që Albin Shqiptaria ja ka kushtue 100% qeverisjes tinaj tek Mitrovica e Isaboljetinit. Mitrovica e Veriut, një histori guxime dhe sakrifice. Mitrovica e Veriut, qyteti që për shumë vite ishte simbol I ndarjes dhe tensionit, rifitoi sovranitetin e saj fal veprimeve të guximshme të kryeministrit Albin Kurti. Ai drejtoi largimin e strukturave paralele serbe, duke e kthyer qytetin nën kontrollin e institucioneve të Kosovës, një hap I madh drejt paqes dhe stabilitetit që nuk erdhi pa sakrifica. Në këtë rrugë të vështirë, 2 policë të Kosovës dhanë jetën e tyre duke mbrojtur qytetarët dhe rendin, duke lënë një trashëgimi heroizmi që do të kujtohet për breza.